Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, I kërkojmë ndihmë Allahut nga keqja dhe vetes sonë dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb. Atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç Tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Allahut. Besimtar, siç e kemi nisur në hutbet kaluara, me këtë varg hutbesh mbi pozitën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të qëndrojmë sot edhe në këtë hutbe me një nga argumentet e rëndësishme që vërtetojnë profecinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të dashur vëllezër, pozita e profecisë është e madhe dhe është e rëndësishme. Sidomos e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që është dhe vul e kësaj pozite. Por ne si musliman e di mirë që profetët e Allahut Azza wa Jall janë të shumtë, që nga Ademi alayhis salam deri tek profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky varg I rëndësishëm që përbën ajkën e njerëzimit dhe më të lartët e tyre dhe më të nderuarit dhe më të rëndësishmit është I gjatë dhe është madhështor. Dhe ne si musliman I japim pozitën e duhur dhe nderimin e merituar. Ne I besojmë gjithë profetët e Allahut Azza wa Jall pa përjashtim. Dhe ne nuk bëjmë dallim kurse si në asnjërin prej tyre. Ne tregojmë nderim për gjithë ata. Dhe ne e di mirë se kemi detyrim që të ndjekim rrugën e tyre, të pasojmë modelin e tyre dhe të zbatojmë porositë e tyre. Kështu të detyrime ka gjithë njerëzimi. Dhe e ka pas jo vetëm njerëzit e thjeshtë në çdo kohë, po madje sidomos për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe vetë profetët. Prandaj na thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Kujto kur Allahu mori besën prej profetëve. Pra Allahu ka marrë besën prej gjithë profetëve. Prej gjithë atyre profetëve që nga Ademi alayhis salam deri tek Isa alayhis salam. Që sipas një thënie të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, numri I tyre shkon deri në 124.000 profetë. Allahu ka marrë besën prej tyre, duke I thënë: për atë që u kam dhënë mirësi të shumta, u kam dhënë libër, pra u kam shpallje, dhe urtësi, u kam mësuar pra diturinë e duhur, pra shpalljen time të Allahut Azza wa Jall. Dijeni që kur t'ju vi I dërguari, Muhamedi alayhis salam, që është vërtetues I asaj që gjendet tek ju, pra prej librave që u kam shpallur ju, profetëve, apo shpalljeve që u kam dhënë ju do të besoni në të, edhe do ta përkrahni, do ta ndihmoni atë. Allahu e ka marrë këtë besë tek të gjithë profetët për profetin ton Muhammed. Pastaj e përforcon duke I thënë: thot, apo e pranoni këtë, edhe të më jepni besën e fortë? Ato do thonë, ata thanë, po pranuam. Pra gjithë profetët e kanë pranuar të kërkesë ose urdhër nga Allahu Azza wa Jall, që ata po të gjindeshin në të njëjtën kohë me ardhin e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të besonin në të,
do ta pranonin profecinë e tij, do ta ndiqnin atë edhe do t'i gjendeshin krah atij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që një nga argumentet më të mëdha mbi profecinë e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam është tek profetët e kaluar dhe tek librat e tyre. Prandaj Allahu thot: "Wa innahu la fi zuburil awwalin." Dhe ai është në librat e të mëparshmëve. Pra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është përmendur në librat e shenjtë të mëparshëm që kishte zbrit Allahu azza wa jall tek profetët e kaluar. Profetët që të gjithë, profetët e Allahut azza wa jall ja kanë bërë me dije popujve të tyre, ndjekësve të tyre. I kanë sqaruar ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kanë profetizuar ardhjen e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne me lejen e Allahut azza wa jall në këtë hutbë do të ndalemi sot në 3 shembuj kryesor që dëshmojnë këtë në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasallam, me 3 personazhe të rëndësishëm që dëshmojnë diçka të tillë, që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka një nga porositë më të rëndësishme që profetët e kaluar i kanë lënë popujve të tyre. Edhe pse shumë prej librave të shenjtë të kaluar, pra prej librave të jehudëve dhe të krishterëve, kanë pësuar deformime të shumta dhe shumë prej pjesëve të tyre libra edhe kanë humbur, edhe i madh janë fshirë dhe shumë herë qëllimisht që të fshihet kjo e vërtet e madhe, përsëri edhe sot e kësaj dite ka të dhëna të qarta që profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam është përmendur në librat e tyre. Që përmes këtyre librave del qartë urdhri që njerëzimi gjithë duhet të ndjek profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një nga këto profeci që gjendet në Bibël ose në Teurat, në librin e Isaia, kapitulli 29 dhe verseti 12, ku thuhet, pra ne po citojmë thjesht ato që thuhet, po nuk e dim se sa saktë është ruajtur kjo, që është edhe në shqip, ose si një libër që i jepet dikujt që nuk di të lexojë, duke i thënë: "Të lutem, lexoje këtë", por ai përgjigjet: "Nuk di të lexoj". Çfarë ju kujton kjo, besimtar? Besoj shumë për ju që ju kujtohet, po edhe atyre që s'ju kujtohet, unë pas më poshtë do ta citoj këtë. Kur profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte në shpellën Hira në Mekë, kur i vjen atij meleku i shpalljeve, që Allahu i ka lënë amanet besim shpalljen e tij, që ka sjell librat e mëparshëm, Gjibrili alayhis salam, që e shtrëngon fort profetin Muhammed dhe i thot lezo, ai thot nuk di të lexoj. I thot lezo, ai nuk di të lexoj. Këtë ngjarje pra, shikoja është, kush i di se sa kur ka zbrit ky citat, po themi në Teurat, anë kohën e Musës, apo ndonjë profeti tjetër para Musës. Pra kjo duhet ka shumë kohë që është aty. Edhe pse mund të ketë pësuar ndryshime sistem, gjurma është e qartë. Edhe ky personazh i parë nga ato 3 që thash unë, që lidhet me këtë citat, është Waraka ibn Nawfal, që ishte një nga kushërinjtë e Khatijës radhiyallahu anha, bashkëshortës e profetit Muhammed, jetonte në Mekë, por nuk ishte njeri i thjeshtë. Çfarë do të them që nuk ishte njeri i thjeshtë? Zakonisht ose fatkeqësisht, më thon, njerëzit e thjeshtë i fusin një të lehtë. Pra, e kalojnë jetën si t'i vi. Nuk i interesohen për gjërat madhore, gjërat e rëndësishme.
E kanë mendjen si të jetojnë, si të hanë, si të pinë, si të vishën. Po qenë mirë nga kjo anë, e flenë mendjen. A thua ti se vërtet njeriu për këto gjëra është krijuar? Apo për diçka më madhore? Allahu e ka krijuar njeriu për gjë më madhore se kaq. Që ai të njohë krijuesin e tij Allahun dhe ta adhurojë vetëm atë. Po kjo kërkon që të njohë ata që janë lidhësit me Allahun, profetët e tij, të njohë librat e Allahut Azza wa Jall. Ama ky person Waraka ibn Nawfal nuk ishte pra i tillë, si shumica njerëzve në Mekë, por ishte interesuar se cila është feja e Allahut, cila është e vërteta. Edhe kishte kërkuar, ishte munduar derisa ai pati gjetur të vërtetën tek shpallja e Allahut Azza wa Jall, pra që kishte shpallur Isës a.s. dhe Musës a.s. Dhe ai lexonte Teuratin dhe Injilin në gjuhën hebraiste, të vjetër, pra ishte njëri i dishëm, edhe kishte arritur ta gjente të vërtetën. Edhe pse jetonte në mes të ignorancës në Mekë. Waraka ibn Nawfal ishte i mthyer në moshë. Kur shkoi Khatizja bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe i tregoi se çi kishte ngjarë profetit Muhammed në shpellë, ai më njëherë tha që ai është meleku që i ka ardhur më parë dhe Musës alayhis salam. Pra që Muhammed mos u trem se ky është nga Zoti, është nga Allahu Azza wa Jall. Pastaj i thot ato fjalët e bukura që tregon që ai ka qenë më së i qartë dhe më së, domethënë që kur të vijë një profet i vërtet, patjetër duhet ta ndjek. Thot, sikur ti isha i ri. Se ai tashmë po vdiste, ishte në fund të jetës. Ti isha i ri, thot, që të përkrahja ty, thot shumë. Ti isha i ri që populli jot kur do të dëbojë nga këtu, unë të gjendesha krah teje të ndihmoja. Profeti Muhammed thot, ato do më dëbojnë mu? Pra habitësh si ka mundësi Mekasit do të dëbojnë. Po, thot, do të dëbojnë. Pra, Waraka e dinte nga shpalljet e mëparshme të Allahut Azza wa Jall që do të vinte një profet. Madje edhe këtë citatin që unë e lexova nga Bibla më sipër, ai e kishte lexuar mirë. Jo vetëm kaq, po aty ka dhe citata që tregojnë edhe për daljen ose dëbimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mekka. Sikur se thot po në librin e Isaia, kapitulli 21, verseti 13, 14, 15. Thot profecia kundër Arabis, do të kaloni natën në pyjet e Arabis o karvan të demamitëve. I dini para të eturit, duke i sjell ujë, o banor të vendit e Temas. Pra, duke sjell ujë, këtu është fjala kur do dëbohen profeti Muhammed dhe sahabët nga Mekka. Sepse ata ikin para shpatës së zhveshur para harkut. Pra, ikën profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Pra, siç tham, sado që janë hequr shumë gjëra, janë deformuar ose janë keq interpretuar gjendën të vërteta për profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam në tekstet e Teuratit, edhe të Injilit, edhe sot e kësaj dite. Kështu që Waraka ibn Nawfal nga personazhet kryesor të Mekës ishte i gatshëm edhe i qartë që ta pranonte profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëna thot Allahu në Kur'an: "Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab." Thon ata që kanë mohuar, ti nuk je profet. Qafirat, jo besimtarët, pra i thonin Muhamedit alayhi salatu wasalam, ti nuk je profet. Ai thonte, Allahu urdhon që thot, ose Allahu thot, kafa billahi shahidan. Mjafton Allahu si dëshmitar që un jam profet.
Pra Allahu e din, ai është dëshmitari mes meje dhe jush. Pastaj dhe mjaftojnë si dëshmitar ai që ka dije nga libri. Pra si dëshmitar një person si Waraka ibn Naufal apo të tjerë që kanë studiuar librat e Allahut, shpalljet e mëpashme, ku gjenden profeci që tregojnë ardhjen e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një personazh tjetër i rëndësishëm i kohës, i asaj kohe pra, ardhjes së profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është edhe një mbret, pra jo thjesht njëri i thjesht, mbret, An-Najashi, mbreti i Etiopis. Ishte një nga mbretërit më të rëndësishëm të krishterëve në atë kohë. Edhe ishte një nga qytetrimet më të fuqishme ku zbatohej krishterimi më fort dhe më sakt në Habeshe, në atë kohë, në Etiopi. Najashi, kur shkuan sahabët tek ai për strehim, pra emigruan nga Meka, nga frika se mos Meka si do t'i bëjnë keq, dhe gjetën strehim tek Najashi, ai jo vetëm që i mirëpriti, pra dhe tregoi dashamirësi të lartë ndaj tyre, por kur ai i pyeti dhe hetoi se cilët ishin, nuk hezitoi ta pranoi të vërtetën që ato mbartën nga profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në diskutimin që pati ai me Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, i thot se çfarë ju urdhëron ju, pra Muhamedi, shoku juaj. Ai tha, na urdhëron që ta adhurojmë Allahun azza wa jall, dhe ti mos i shoqërojmë askënd atij në adhurim. Na urdhëron që të falim namazin, të japim zekatin, na urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Pastaj kur e pyeti se çfarë thot shoku juaj për birin e Merjemes, ai tha, thot për të fjalën e Allahut azza wa jall, që ai është shpirti i Allahut, pra që Allahu e ka kriju. O kalimatuhu, dhe fjala e tij, sepse fjala e Allahut kush është? Kun feyakun. Pra Allahu po tha diçka bëhu, bëhet. Pra është edhe pse ka lind. Kjo tregon që ne e besojmë që ka lind nga nëna pa baba. Edhe kjo është mrekulli nga Allah, se Allahu azza wa jall është i plotfuqishëm dhe i bën çka të dojë. Dhe nëse thot diçka bëhu, ajo bëhet. Edhe thot që është fjala e Allahut që e ka lindur pra gruaja e pastër. E kanë fjalën për Merjemen, të cilën nuk e ka prekur asnjë njeri, asnjë person, asnjë burr. Pastaj Najashi kur dëgjoi këto fjalë nga Ja'far, mori një copë shkopi të vogël për dhe ju drejtua priftorinëve dhe murgjve të tij. Pra nuk ka asnjë ndryshim mes asaj që kemi ne, pra të vërtetës dhe atyre, vetëm se kaq domon sa peshon kjo. Kështu që e pranon Najashi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe thot, sikur mos më pengonte mbretëria në cilën jam, pra se është mbret, do të drejtoj çështjet e popullit të tij, do të shkoja tek Muhamedi dhe t'i mbaja atij sandalet. Do të shkoja tek Muhamedi dhe t'i mbaja atij sandalet. Pra ky person i rëndësishëm mbret, Najashi, padyshim që ai kishte lexuar në librin që Allahu i kishte shpallur Isës alayhis salam për ardhjen e profetit Muhammed, ku aty tregohet qartë që Isa alayhis salam ka thënë wa mubashiran bi rasul. Pra një nga qëllimet që e ka sjellë Allahu Isën është që ai thotë, edhe un jam përgëzues me një profet, yati min ba'di, që do të vi pas meje, ismuhu Ahmed, emri i tij është Ahmed. Pra edhe nëse kërkojmë sot në Bibël, kjo është, edhe pse shpeshherë thamë, ata domethënë fanatikët e krishterë mundohen t'i fshin to, që kanë lidhje me profecinë e profetit Muhammed
sallallahu alaihi wasallam. Najashi, ky mbret vdes si musliman dhe profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ditë kur e merr vesh lajmin e vdekjes së tij, i thot shokëve të vet, sot ka vdekur një burr i mirë, qohuni që të falim namazin vllait tuaj Ashamat. Pra se kështu e kishte emrin Najashi, pra dhe i fali profeti Muhammed bashkë me shokët e tij në Medinë namazin e xhenazës në mungesë, edhe pse ai ishte shumë larg, pra në Etiopi. Një tjetër personazh shumë i rëndësishëm që vërteton këtë që po themi ne, që profeti Muhammed, emri i tij, rëndësia e tij si profet, ka qenë prezente në librat e mëpashëm, ka qenë në mendje, në memorien e personazheve, dietarëve të tyre, e njerëzve me pozitë të tyre, e kanë pas të qartë edhe të përshkruar mirë profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dhe Allah thot: "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ata e njohin atë Muhammedin sikurse njohin bijtë e tyre. Pra e kanë shumë të qartë se cili është Muhamedi. Ky person është Herakliu. Herakliu i madhërishmi i romakëve, perandori i romakëve. Pra që gjendej në Sham, pra në Palestinën e sotme, në Quds. Herakli në një takim prezencë të Ebu Sufjanit, Ebu Sufjan ibn Harb, ishte një në atë kohë një nga armiqtë e profetit Muhammed, edhe pse janë të afërm. Pra takohet ai me profetin Muhammed tek Abdumenaf, edhe te gjyshi i katërt. Të gjyshi i tretë, Abdumenaf. Pra janë shumë të afërm. Si ndodhi ky takimi e Ebu Sufjanit me perandorin Herakliun? Heraklit i kishte ardhur letër nga profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Se profeti Muhammed nuk u ndal. Ai kishte përsipër misionin e Allahut t'ia çojë fen gjithëve, po sidomos atyre që janë krerët e njerëzimit, që drejtojnë njerëzit. Ata kanë përgjegjësinë më të madhe. Mund të kenë mirësi nëse i qëndrojnë në rrugën e dur, por nga ana tjetër do mbajnë dhe barrën e gjithë njerëzve të tjerë. Se kot nuk janë drejtues. I kishte dërguar letër, pra ku e thrisën Islam. Prandaj ai deshi që të sigurohet. Kjo letër nga vjen? Kush është ky person? A është vërtet profet? Apo është thjesht një pretendent? Pra nuk ishte njëri, më thojza, hallduk. Po flas me këtë shprehje, siç bëjnë shumë njerëz. Ky Kurani. To e njerëzit ignorantë. Ty kur vjen një lajm i rëndësishëm, pretendim i madh, zuta kalos shumë. Është shenjë njerëzve ignorant. Mirë po Herakliu nuk ishte ignorant. Ishte domon perandor. Prandaj e mori me qetësi dhe siç duhet situatën. Thirri tha, u mundua që të gjej njerëz arab që ishin të afër me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Derisa i gjetën Ebu Sufjani me disa mekas kishin shkuar në Quds ose në Sham për të bërë tregti. I morën dhe i sollën pranë Herakliut. Herakliu pyeti duke i thënë për kthyesit, cili prej tyre është më i afërmi në farefis me Muhamedit? Tha Ebu Sufjani, unë jam. Mirë, tha, afro këtu. Unë do të pyes sot në lidhje me këtë person që pretendon profecinë disa fjalë. Edhe do të më thuash vërtetën. Prandaj gjithashtu i afron afër ti dhe ato të tjerë, shokët e vet e Ebu Sufjanit, me qëllim që të mos gënjente. Edhe thotë Ebu Sufjani, po të mos kisha frikë se njerëzit do të thonë për mua gënjeshtar, në atë pozicion do gënjeja. Me kuptimin se i kishte armik profeti Muhammed, dhe zakonisht njerëzit që kanë armiqsi gënjejnë për kundërshtarin e tyre. Po nga frika që mos quhet gënjeshtar, vendosi të mos gënjejë Ebu Sufjani aty. E i thot, çfarë përjardhje ka ai mesin tuaj? Sa ai është me përjardhje të lartë,
Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithë pararësit e tij ishin njerëz të ndritur, njerëz me pozitë, njerëz me vlera. Sa të fjalë që thot ai ka thënë dikush tjetër para ti? Thash jo, thotë Abu Sufjani. A ka pas ndonjë mbret prej parëve të tij? Tha jo. E pyet Abu Sufjani, pastaj i thot, njerëzit me pozitë ndjekin apo njerëzit e thjesht? Tha njerëzit e thjesht. E pyet pastaj thot, ato shtohen apo mangësohen? Pra muslimanët që ndjekin profetin Muhammed, po shtohen apo mangësohen? Thotë Abu Sufjani, i thash, ato shtohen. E pyet pastaj dhe i thot, a ka dikush që e lëshon fenë e tij, pra largohet nga Islami, se nga zemër, nga që nuk i pëlqen, nga që e urren si fe? Tha jo, nuk ka të tillë. Thot, para se të thot të fjalë, a e keni akuzuar ndonjëherë për gënjeshtër? Thash jo, pra Abu Sufjani. Thot, a tregohet i pabes? Pra, kur ka bënë një marrëveshje, a tregon pabesi domthon, bëj tradhti? Thash jo, vetëm se ne tu thot u mundova të fus diçka të keqe, vetëm se ne tani kemi një marrëveshje me të dhe nuk di çka do bëj. Domthon do e mbaj marrëveshjen apo do tradhtoj. Pra ishte puna marrëveshje Hudejbijes që kishte bërë profeti Muhammed me Mekasit. Pastaj thot Herakliu, a keni luftuar me të? Thot po, Abu Sufjani. Si ka qenë lufta juaj me të, thot? Herë thot fiton ai, herë fitojmë ne. Thot, çfarë ju urdhëron? Thot ai na urdhëron që ta adhurojmë Allahun të vetën, të mos i bëjmë shok atij në adhurim dhe ta lejmë ato që thon baballaret ton. Pra, nga kjo besimet e kota që kanë, adhurimin e idhujve apo besytnit e kota. Dhe na urdhëron që të falim namaz, na urdhëron të japim zekat, të jemi të sinqert, të thënë vërtetën, të jemi të ndershëm, të pastër nga ana morale, edhe të mbajmë lidhjet farefisnore. Atëherë i thotë Abu Sufjani për kthysit, thotë unë të pyeta ty thot për përjardhjen e tij dhe më the që vjen nga ka përjardhje të lartë, kështu edhe profetët në mesin e popujve pra zgjidhen njerëzit që kanë përjardhjen më të lartë. Të pyeta të thash se a ka dikush që e ka thënë këtë fjalë që po thot ai tani? Me the jo, se për ndryshe do thoja një person që ndjek mendimet e dikujt që ka qenë para tij. Pastaj thot të pyeta se a ka pas nga pararësit e tij ndonjë mbret? Me the jo, se për ndryshe do thoja është dikush që kërkon mbretërinë e të parëve të tij. Pastaj të pyeta se a e keni akuzuar më para të si gënjeshtar? Me the jo. Edhe unë po them se nëse ai nuk ka gënjur për njerëzit, nuk ka mundësi tani që të gënjej për Zotin. Pra kur e ka lënë gënjeshtërën ndaj njerëzve, s'mund gënjej për Zotin. Pra do thotë që kjo e vërteton akoma më shumë që ai është profet. Pastaj pyeta se a njerëzit me pozitë ndjekin apo njerëzit e thjesht? Më thej që ndjekin njerëzit e thjesht. Po, se njerëzit e thjesht janë pasuesit e profetëve. Njerëzit me pozitë kanë punën përpjet, kanë me një mallësi, nuk i lën ajo që të ecin në rrugën e profetëve. Pastaj thot, pyeta a shtohen a paksohen? Ti the që shtohen. Kështu thash është besimi derisa të çohet, derisa të shtohet bëhet i plot besimi. Pastaj pyeta a ka dikush që e lën fenë e tij nga që si pëlqen ose e urren? The jo, kështu është kur besimi me të vërtet hyn në zemër tamam. Është e pamundur që një musliman që i ka hyrë në zemër imani, Islami, ta lejë atë. Kurrë, nuk është e mundur. Pyeta se a është tradhtar, a tradhton pra i pabes në marrëveshje? The jo, kështu janë profetët. Nuk janë tradhtar. Profetët pra nuk tregohen pabes, kurrë. Gjithashtu, domethënë pyeta se çfarë ju urdhëron? Edhe me thej që na urdhëron të adhurojmë Allahun një, të largohemi nga adhurimi i idhujve, edhe të largohemi nga fjalët e kota të popullit ton, edhe të adhurojmë, edhe të falim namazin, të japim zekatin, të jemi të sinqertë dhe të jemi të ndershëm.
Dije, thot, se nëse këto fjalët e tua janë të vërteta, ai do të sundoj të tokë mbi të cilën unë qëndroj me këmbë të mia sot. Pra ku ishte Muhamedi a.s. Medinë, luftë me Mekasit, e ku ishte perandori romak Herakliu, që domthonjë që sundonte, po themi, gjithë botën atë kohë. Madje thot, nëse do të kem mundësi që unë shkoj tek ai ose do përpiqesh që të shkoj të takoj atë, edhe po të jem tek ai, thot, do t'ja laja këmbën. Pra këto fjalë thot, më i madhi i romakëve në atë kohë, më i madhi i krishterëve, Herakliu. Kjo ishte fjala pra që tha Herakliu në prezencë të Ebu Sufjanit. Pastaj thot ai qëndroi me tutje, domethënë në një dhomë tjetër, edhe mori letrën që i kishte ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe po e lexonte, aty shkruaj Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, të mëshirëplotit. Prej Muhamedit, robit të Allahut dhe të dërguarit e tij, tek Herakliu i madhërishëm i romakëve. Selam, paqe mbi atë që ndjek udhëzimin. Pra paqe mbi atë që ndjek udhëzimin, sepse realisht paqja ai do të ketë që ndjek udhëzimin e Allahut azza wa jall. Tjerë çfarë paqe kanë? Kush nuk ndjek udhëzimin e Allahut, s'do ketë paqe në botën tjetër, se nuk do shpëtojë, se është armik i Allahut azza wa jall, i Zotit. E mëtej, unë të thres ty me thirrjen islame. Pranoje islamin që të shpëtosh, edhe Allahu do ta jap shpërblimin 2 herë. Pra një herë që ke qenë krishter dhe një herë pra që ke ndjek Isa alayhis salam, tani që ndjek Muhamedit alayhis salam. Nëse ti kthen shpindën, dije se do të kesh mbi vete edhe barrën dhe gjunahun e gjithë popullit tënd. Se nuk është kollaj që ti jesh, siç thash fillim, i udhëheqës si një populli, edhe nuk i drejton dhe orienton ata tek e duara. Prandaj edhe gjithashtu i ka shkruar ajetin e Allahut, ja ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah thot, o i ftar të librit, pra të krishterë dhe jehud, ejani në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe mes jush, që të mos adhurojmë asnjë tjetër veç Allahut, e të mos bëjmë atij shok në adhurim asgjë, e të mos marrim njëri tjetrin si zota përveç Allahut. Sa thirrja e qartë është Islami. Për këtë do, ta adhurojmë, a jemi një, a është një Zot? Hajde ta adhurojmë vetëm atë, Allahun. Mos ta adhurojmë asgjë tjetër veç tij. Mos ta adhurojmë njëri tjetrin, pra njerëzit. Ta adhurojnë profetët apo të tjerë veç tyre, sepse vetëm Allahu meriton adhurimin. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nëse ato e kthejnë shpinën, atëherë dëshmoni pra që ne jemi musliman. Çfarë do thotë musliman? Që adhurojmë vetëm Allahun, që jemi ne populli i vërtet, që jemi në nështru Allahut azza wa jall dhe adhurimit të tij një të vetëm. Kur mbaroi këto fjalë, Ebu Sufjani aty u bë zhurmë e madhe, tha. Edhe ne nga frika ikëm, u larguam dhe i thash shokëve të mi, thotë Ebu Sufjani, çështja e Ibn Abi Kabsha, kështu i thonin ato profetit Muhammed, tashmë po bëhet e madhe shumë. Ati po i friksohet edhe mbreti i kuqve. Pra kishte fjalën për perandorin e romakëve, Herakliun. Thot, pas kësaj ngjarje, pra nuk e la me kaq Herakliu. Filloi të interesohet akoma më shumë. Thot, ai ishte njëri shumë i dishëm vet, mirë po kishte një shokun e tij në Rom, që ishte akoma dhe ai më i dishëm ose si ai. Prandaj i çon një letër ku i tregon se çfarë ka ngjarë, për të siguruar që ai është me të vërtet profeti që pritet vi Muhamedi. Thot, ndërkohë që ai largohet nga Kutsi për të shkuar në Hims, në qytetin e Himsit, i vjen lajmëtari dhe i thot, i kishte thënë letra ai shokëve, po ai është. Ai është profeti. Gjithashtu me një lajmëtar tjetër e pyetën për i cili i tregon se kishte pyetur për arabën, a bëhen synet? Po. Thot, mbreti i atyre që bëhen synet ka dalë. Dhe kur e merr vesh gjitha këto lajme dhe sigurohet plotësisht se ai është Muhamedi, profeti, mbledh në kështjellën e tij
si me thënë ajkën më zgjedhurit, mbledh domthon krye priftërin, krye komandant i mbledh aty. Edhe i thot: a dëshironi që të ndiqni diçka të mirë, që të shpëtoni, edhe të qëndroj pushteti juaj, ta ndiqni këtë profet? Pra profeti Muhammed, kur gjuan ato këto fjalë u e gërsuan nga inati, sepse njeriu kur gjikon me inat, me fanatizëm, ata nga inati u irrituan dhe u larguan të zemruar nga ky mexhlis ose takim ku vend me perandorin e tyre Heraklion dhe deshin që të largohen me të shpejtë. Atëherë ai dha urdhë që të mbyllën derët dhe i kthyen mbrapsht. Dhe tha, unë thjesht desha të provoj se sa të qëndrueshëm dhe të fortë jeni në fen tuaj. Ata kur dëgjuan të fjalë, u kënaqën dhe u përulën para Iran, sejdë Herakliu mbretit. Subhanallah. Nga frika e humbjes së pushtetit, a la ndjekjen e profetit Muhammed. Dhe pastaj i humbi të dyja. Humbi edhe pushtetin më pas, edhe botën tjetër Allahu e kundërta me Nejashi. E ndoqi profetin Muhammed dhe i qëndroi pushtetin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد